shkurt. Që në shkurt ka. Sa po një punojnë se këti institucioni doli dhe mori të dhënat, pse po bëhen gati 3 muaj dhe ky vendim nuk është zbardhur nga gjyqtarja Gladiola Bregu. Ne nuk do të largohemi nga këtu pa mësuar se ku është ngërçi i zbardhjes së këtij vendimi dhe nuk do të largohemi pa marrë vendimin. Da të komunikoja dhe vendimi do i komunikohet avokatit juridçar. Pse do t'i kur kam zonjën këtu? Adresën e ka zonja, do i komunikohet dhe zonjës dhe Po arsye pse është vonuar kaq shumë? E sa muaj duhet të presit arsyetohet ky. Po çfarë do me thënë të vuajnë pasojat këto? Pse nuk është zbardhur e sa duhet të zbardhet ky vendim? Për çfarë? Për çfarë e pengojnë? Kush e pengon? Ngarkesa në punë. Ngarkesa, po ka 3 muaj kjo gjëja. Po edhe sa të shtyhet? Ne jemi tak fak. Po ju kush jeni? I thuaj gjyqtares që nuk kanë përdikur dori këtu, të marrë vesh arsyen dhe t'i jepet jo avokatit. Zonja është këtu. Arsyen e pse Të hënën do ta marrëm vendimin me shkrim, po jo pse sot jo? bashkë me arsye. Është në sallë të gjyqit. Është në sallë të gjyqit. Vendimi do E sigur që arsyetuar, ne do vim ta marrëm të hënën. Të pajton kështu më tha. Pas 3 muajve sorollatje dhe kërkesa nga anë qytetares, më në fund morëm vendimin e datës 18 shkurt të vitit 2025. Urojmë dhe shpresojmë që tashmë ky vendim t'i shërbej zonjës edhe për të marrë divorcin, për të mos e sorollatur më tutje. Falenderoj shumë emisionin Tak Fak